Unë e njoh pak zotin Kolçaku, sepse ka qenë në ushtri dhe ka qenë drejtori i shërbimit informativ të ushtrisë dhe më pas shef shtabi në ushtrisë dhe më pas deputet. Që do thotë që çështjet e NATO-s pak a shumë i njeh dhe nuk më duket ndonjë devijim i madh nga paraardhësit. Mendoj që problematika është që nuk na u tha pse ju ndërprej mandati ambasadorit mëparshëm Ilir Gjoni, sepse ishte në mes mandati dhe befas erdhi një komunikat nga presidenca që tha që lirohet nga detyra. Dhe mendoj që kjo duhet sqaruar, sepse kishte zëra që flisnin për një konflikt apo një mungesë kortezie të ambasadorit gjatë vizitës së kryeministrit Rama në NATO dhe me sekretarin e NATO-s dhe aty nuk u sqarua mirë pse u lirua në mes mandatit. Kjo tregon edhe një herë tjetër dobësinë sistemike të shtetit shqiptar, sepse kjo vlen edhe për drejtorin e përgjithshëm policisë, por edhe një sër drejtuesish lartë të shtetit që befas shkarkohen dhe lirohen nga detyra pa motivacion. Thjesht me kërkesë të kryeministrit apo me porosi të kryeministrit. Por shteti nuk qeveriset me kërkesa dhe me porosi. Duhet edhe ti motivosh dhe ti justifikosh. Sepse shumë e mirë është që ti dërgon një ish ushtarak, i cili ka rezultuar si shumë ushtarak të tjerë, si ish ministrat të tjerë të mbrojtjes, Gjaçka, Vengu dhe të tjerë, që kanë pasur probleme me drejtsinë dhe me spakun, por kjo nuk do thotë që ata nuk do të bëjnë karrierë. Sigurisht, kur do përballen me drejtsinë, do kenë atë përballjen me drejtsinë. Por neve nuk na sqarohen këto lirimet nga detyra. Domethënë, çfarë bëri gabim Elisa Spiropali në Ministrinë e Jashtme? Çfarë bëri më parë Taulant Balla? Ju e mbani mend, Taulant Balla kishte 1 vit në Ministrinë e Brendshme, nuk bëri ndonjë gafë të madhe publike apo një ngjarje shumë e madhe që nuk e menaxhoi, befas u largua. Dhe po ashtu drejtori i përgjithshëm i policisë që u tha se u largua për shkak të fishekzjarrave të shtëpisë së Nderit, por gjysma Tiranës e dinte prej muajsh që ai do largohej nga detyra, por këta nuk justifikohen. Thjesht të vjen komunikata që lirohet nga detyra dhe këtu krijohet një gjendje pasigurie në postet shtetërore. Edhe njerëzit kur janë ato poste thonë, hajde të bëjmë diçka, të marrim diçka, KÇK, sepse ne nuk e dimë se sa do jemi në këtë post. Pra nuk është se ka një parushikueshmëri të karrierës të tyre. Kur ti bëhesh 40 vjeç apo 50 vjeç drejtori për shembull i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe ti nuk puth më në atë organizat, sepse ti del nga detyra. Po kështu vlen për ata që janë në ushtri, nëse ti bëhesh general dhe të lirohen nga detyra, ti nuk kthehesh më kurrë në atë post, pra ti del në jetën civile 50 vjeç dhe ke për të dhënë dhe 15 vite të tjera. Dhe normalisht një shtet serioz duhet ketë një mekanizëm të qartë karriere, se nuk mund të vazhdojë kështu në 15